vini në vlogmas numër 19. Jam veshur, jam bërë gati sepse do dalë, do shkoj në fillim të motra, do pim kafe në mëngjesit bashk dhe pastaj do shkojmë të heqim vetullat, mustaqet se na e bërë tmerr, domethënë më në fund deri te dita që lash një orar, dhe mbaru bë motra, ajo më tha ta lë një orar, i ke hequr, thash lëre të lutet edhe për mua se vdiqja, nuk po gjej kohën që të vete, gjithmonë janë hyn tek ato gjëra, unë është ty për ta bërë një ditë tjetër dhe ngeli ka kaq kohë. Kështu që vetullat e mia janë bërë në një gjendje shumë të keqe. Tani, ha mëngjesi fillimisht, shkojmë atë nga kuzhina të bëj një tost për mëngjes, edhe pastaj të dalim. Edhe shaq këtë bluzën me vija bardezi, kisha disa kohë pa e veshur, dhe po më pëlqen kombinimi. Vesha me pamërat e bardha, ripin e zi, kështu që sipër do vesh besoj pallton e zezë. Dhe nuk e di nga këmbët, pastaj me që mundem ta vesh. Ta shohim nëse shkojmë hamë mëngjesin. Duket që ka kohë të mirë edhe sot njerëz, kështu që tash janë dhe gustove një kafe në diell. Në kam data e skadencës 2025, datë 23, sot ishte data 18, që që kemi të prishur akoma. Sot më ka ardhur dhe kushëriri, djali tezes, kështu që do dalim pas ditë bashkë me Klajtin, besoj të takojmë edhe atë. Ai do rrit ca ditë, por ne s'do jemi besoj ditët në vazhdim, kështu që se di nëse nuk do të takoj prapë. Se zakonisht kur vjen, kalojmë goxha kohë bashkë. Kam këtu dhe gjysmën e avokados nga dje, në mënyrë që avokadoja të rezistoj pa u prishur, duhet futur në një enë me ujë e mbuluar, edhe reziston shumë mirë në frigorifer. Ja dhe mëngjesi gati, tosti, pak avokado edhe një gotë qumësht. Sot vura alarmin që të më binte në orën 9, sepse thash duhet filloj të zgjohem ta kem ditën pare. Prap 11:30 dola nga shtëpia, po pak më ndryshe, se u ngrita pak me Terezi, fola me të shtëpis, vura një tharëse tani shpejt përpara se të dilja, hëngra dhe mëngjesin, u bëra gati më me Terezi. Pavarësisht se nuk është se u leva shumë, dhe që do shkoj të heq këto. Dhe është e kotë se i bie do skuqem edhe do bëhem më keq nga make-upi. Kështu që thjesht bura pudrën, bronzer edhe pak blushet si tjetër, vetëm lëkurën domethënë. Dhe dje kam ndonjë tur deri në 1 të natës në një ushtriva, sepse përfundova librin e parë të serisë Twisty, Dashuria, shumë i bukur, fantastik, domethënë unë e kam lexuar me 2 raunde, si me i thënë. Dje lexova pjesën më të madhe të librit. Jo, 3 herë e kam prekur vetorë, domethënë. Dje kam lexuar shumë, kam lexuar 2 orë pa ndërprerje, mos më shumë, sepse doja me patjetër ta përfundoja, doja të dija si përfundonte. Është shumë i bukur, të mban përthyer si libër, flet shumë bukur për dashurinë, për pasionin, është pak erotik, ka përshkruar skenën erotike, por prapë shumë i bukur. Ka një histori në vetvete shumë i bukur, me të drejtën. Po ka pëlqyer shumë. Ndoshta edhe mund të ngjaj ndonjëherë si një film i sajuar ku personazhet kryesore ka pasur vetëm drama në jetën e tyre dhe pastaj përfundojnë të lumtur të shoruar bashkë. Por prapë libri ka tjetër ndjesi dhe e përshkruan çdo skenë në mënyrë fantastike. Kështu që të fillojmë librin e dytë tani të serisë Twisty, që është Lojra, dhe të shohim se kush janë personazhet kryesor, se nuk e kam ide se si vazhdon si seri. Çaj ke tregoje njërë buskuqin, çfarë buskuqi është ai? Huda Beauty. Është rozë. Beauty Okej, luaj çik buzë tani. Okej, botë i leve shumë. You bote.
Je dashurisje. Flesh. Wow. Je shumë e bukur. Çfarë po bën Sjeli? Unë ka punë. Po. Pi kafe. Po pi kafen. Pije një shife si është kafja. Tikine. Të mirën picat. Të thot ty që hoqën vetëvat e Komuna e Parisit. Bravo, Jove. Po mua më takuat të Komuna e Parisit? Ja. Po si me jo eri dhe të me nuk puthi. takuam. A u takuam me? Ja. Ja. Unë pape. Njërës sa dola nga dushi, miku dreka pa e kuptuar, kisha motrën edhe Sjeli këtej nga shtëpia. Edhe përse të pizza, ndajnë të bashk. Tani u futa të bëj një dur, se si që thash, basite kam lënë të takoj kushuririn që ka ardhur në Tiranë, edhe do dalim do pim një gjë. Po aplikoja kremin Levinin e Revlonit, që më ndihmon shumë me krejen. Po nxitoj, sepse është ora 6 pa një qerek, unë e kam lënë ora 7 dhe nuk e dia doja dal dot të bëhem gati deri në orën 7. E vetëm gjë që mund të më vonoj është floku dhe tharja e flokëve. U bëra gati, vesha këtë buzën kafe të Zarës, që më kam blerë së fundmi, që vesha për vjetorin ton, si pantallonat e bardha që kisha për paradite, sepse po e shikoj në pasqyrë dhe me thënë të drejtën më duker kanë shumë bukur bashkë, po më pëlqen kanë. Po, problemi është se nuk po i gjej ripin leopard që kanë vetë këto pantallonat. U lodha duke kërkuar për shtëpi dhe nuk po i gjej gjykundë, kështu që me shumë mundësi nuk do ta vendos fare. Po vjen nasa do duke shumë bukur, sepse ai ripi leopard, nga që ka ngjyrën bezhën, kafen, bën lidhjen shumë mirë të dy ngjyrave që unë kam veshur, por nuk po e gjej gjokundi. Okej, flokët i thadha, besoj se i kam tharë mirë. Unë zakonisht kur lahem, thaj flokun dhe dal direkt, nuk më mbajnë shumë kaçurelat, më bien, kështu që i bëra pak me llak, i dhash edhe një tharje pasi aplikova llakun, në mënyrë që të mbajnë pak më gjatë. Tani të vendosim aksesorit e mi. Jam duke nxituar sepse u bëra vonë, e kemi lënë në 7, se disa ka vajtora, fare. 7 pa 10 dhe unë jam në shtëpi. Gjithsesi, po prit edhe Klajtin të vi, se kishte dalë, që edhe Nela me Sjelin në shtëpi, so po prit që të vi dhe të ikim. Also njerëz, këtu, veç se ne ishim të Komuna e Parisit me Nelën, u kthejmë të Seven Cosmetics dhe Nela më ka marrë dhuratë për festat e fundvitit. Tani, çfarë mora? Mora këtë, Sol de Janeiro, numri 62, ky më duket është ai i famshmi që është me aromë pistachio. Ta hapi dhe ta hedh tani, është body mist, e di që shumica e përdorin edhe si parfum. Unë sot të hedh si vetëm këta, se nuk ta përzjej, por duhet të ndjej një aromën që ka si mëria më shkon. Morëm sigurisht formatin e madh që është 240, duhet të jetë ky. Se di, se ka të shënuar. Po, 220 ml, ka që zakonisht këto body mistet formati i madh. E ka shumë të mirë aromën, shumë të mirë, ta edhe të flokut, se të flokut mbajnë shumë. Nice. E pas ka shumë të mirë. Vërtet shumë të mirë. Shikojmë se sa do mbaj. Gjithashtu, këtu kam edhe Huda Beauty-n Faux Fillery. Kjo është e preferuara ime, është ngjyra posh. Madje do t'i lyej tani, se i kam vetëm me laps. Është fantastik njerëz, është shumë i bukur. Ndër lip glossat që unë e kam çuar deri në pikën e fundit. Zemra.
Po, ja, sa të lyp buzët e dollë. Po të pres jashtë, po fund. Okej. Sa herë që vendosja këtë, me lapsin, jo këtë që kam përdorur, ky lapsi që kam përdorur është Anais 311, po 301 është i preferuar im, është fiksa ajo kafja ftohtë që mua më shkon shumë, dhe sa herë që bëja këtë kombinimin, më pyesin çfarë ke përdor, në Instagram, në YouTube, kudo. Shikoni sa bukur duket? Është shumë i bukur. Tani, klajti po pret jashtë, kështu që më duhet të dal. Ju prezantoj kushëririn tim. Hajde përshëndeti vlogun tani. A do jemi i përshëndet? Vetëm shqip flitet? Vetëm shqip flit. Mos flasësh italisht, se kam goxha ndjekës në Itali. Goxha flitet? Po. Shqiptar. Shqiptar të italisht, po italisht flasin. Kam tur po shumë në YouTube si jam Kam presion. Dërgoja të më sharmuar që marrë kamerën me vete. Po të nxjerë se merë vlogun me vete, se jam gati të bëjmë që si ngilin mori pa fjallë para kamerës. Si jam syrë. Po si jemi live. Pritet gjitha. T'je përpro. Pirë, laç për të ngranë, për çdo gjë. Do dali para kjo gjë. Vazhdojnë ankesa, nuk e të gjithë kundi se do e derdhe. Hajde gëzuar. Se mrap. E mbushe shumë. Zuar, veti që po. Erdhëm në shtëpi njerëz, dolëm nga Kalaja e Tiranës, është një pikë kyçe për të takuar edhe shumë kollaj. Jemi fiksuar me atë parkimin që është tek xhamia, te xhamia e re që është bërë, sepse është shumë i kollaj dhe ka çmime shumë të leverdishme nga pjesa tjetër e parkimeve që janë aty rreth rrotull qendrës. Plus Kalaja është një zonë që unë kam thënë shumë shpesh këtu në vlogun tim, që ne frekuentojmë shpesh, edhe më pëlqen se ka atmosferë të bukur, ka shumë lokale, ka shumë drita, ka shumë gjallëri, ka shumë turista dhe më pëlqen, kështu që e ndam që të takoheshim atje. Pim nga një koktejl, edhe tani erdhëm në shtëpi, ka shkuar ora gati 10 e darkës, por unë duhet të bëj gati një dy gjëra sepse nesër do ikim në Budva. E vendosëm në fund Budva, rezervova hotelin në Booking. Besoj se kam zgjedhur një hotel të lezetshëm, ka dhe spa, pishinë të brendshme, kështu që shpresoj që t'ja kaloj mirë. Themi të nisemi nesër rreth orës 9 të mëngjesit. Kështu që unë tani duhet të zbres te depoja që kam poshtë, të marr valixhet e vogla që kam atje dhe të bëj gati do një gjë, aq përtoj sepse e di që duhen pastruar ato valixhet, pavarësisht se depon e pastroj shpesh herë, po sa to është depo, e kuptoni, kështu që spresim poshtë tani që të marrim valixhet, ose më saktë po ndrohem një herë, po heq këto rrobat që kisha veshur, që mos t'i bëj pis sepse jam me pallonat e bardhë dhe dini ju si bëhet gjoja e bardhë. Dhe spresim të marrim valixhet, bëjmë gati një dy gjëra shpejt e shpejt. Nuk di fare se çfarë të marr me vete, se mos për të veshur në darke. Kam gjëra që i kam veshur gjatë gjithë kësaj kohe, kemi dalë pak si shpesh këto kohë, kështu që i kam veshur që të gjitha veshjet e mia. Dhe nuk e di fare se çfarë të marr me vete andej, që edhe të bëjmë një foto të bukur. Duhet të shkojmë edhe në një vend shumë të bukur që është afër Budvës. Dhe se do ta tregoj te vlogu i Marit të Zi, kështu që ne jemi duke bërë çdo ditë vlog, nuk jam duke u ndalur më shumë tani tek këto detajet e vogla. Njerëz, ka dalë sezoni i ri i Emily in Paris, në mos gaboj, ky është sezoni 5 që zhvillohet në Rom. Nice, ka dalë sot është data 18. Okej, njerëz, situata është kjo, bëra gati një dy gjëra, ndërsa kostumin tim që e kam veshur shumë shpesh, por e kam shumë e rehat, kështu do ta vesh pa rrugës, me xhaketën kafe. Thjesht i bie të marr edhe pallton e vete për në darkë. Por do ta marr me makinë. Jemi, kam nxjerr triko, komishën, xhinset për ditën e dytë, një fustan jeans që më duhet për të dalë nesër në darkë, edhe çizmet e gjata më duhen vetëm për në darkë. Por, thash, dhe pas kam fërku me njëra tjetrën. Është duhet me një shkoçipoj. Është pa shmangshme, besoj. Nejse, këto të Zarës, jo, kjo është e Karlit, në fakt është ndas begu i një çante të Karlit, i përdor për të futur çizmet e gjata, sepse janë shumë praktike.
Nëse njerëz do thjesht do fus këto në vende, të laj make-upin, do shoh dhe një seri të Emily in Paris, sepse është sezoni, është show i më preferuar. Jam shumë kurioz për sezonin e 5. Ju mos harroni të bëni subscribe, like videos, komentoni çfarë ju të keni dëshirë dhe ne do shihemi nesër. Bye bye.